Tregu i fruta perimeve në qendër të Fierit, i njohur si Merkatoja e qytetit, është pjesërisht i boshatisur. Gjysma e tezgave që dikur ishin plot, tani janë boshatisur, një pasqyrë e qartë e krizës së konsumit dhe fuqisë blerëse të ulët. Gjatë vëzhgimit konstatojmë se blerësit, kryesisht pensionist, vinë me qese të vogla në duar, duke zgjedhur me kursim vetëm produktet më të domosdoshme. Çmimet, unë se përballoj dot. është alarmante. Unë jam pensionist, prandaj po them. Nësa nuk e di për të tjerë, kam 5 vjet pension. Dikur kur merja nuk pyesja sa ishte. Tani e gjezis tregun për 10 lekë më pak. Pa ndihmën e fëmijëve ne nuk mbjetojmë dot. Pensionist, unë jam burrë grua pensionist. Sa ne nuk po lëvizim dot, nuk marrim dot, ja, i shikojmë pjeprat nuk i marrim dot. E shikojmë domate nuk e marrim dot, e shikojmë qeshin se marrim dot, absolutisht. Një qumësh edhe një bukë, bjerë të tokë. 8 është shpi. 2 pensione jemi. Që të bëj? 150 marru, 200 liraj. Çfarë keni reduktuar si vjetë që nuk po i merrni? Po çfarë kemi reduktuar, të gjerët janë të shtrenjtë nga pak a pak. Frutat, perimet, të gjitha në këtë stinë duhet janë të ulta. Të gjitha se janë të stinës. Frutat janë më të shtrenjtat këtë vit, si për shembull qershit, që shiten me 500 lekë për kilogram, për shkak të prodhimit të ulët ndikuar nga kushtet e motit. Sa kaq tregtarët ankohen se mallrat mbeten stok. S'ka lek. 97.000 lekë, 100.000 lekë i pension, se fani ka qeveria. Aty tash s'kam ç'a bëj. Kja u bot pak të 200.000 lekë. 97.000 lekë që do blen. Do blen me hangër, do blen me pi, do blen ilaçe, do neve na rëndon më shumë. Se për shembull kur kishte fuqi blerëse, s'ngel ka asnjë fije mall. Kurse tash ai që fshitet që merret sot, nesër nuk e ka të njëjtën. Në nivel kombëtar, fuqia blerëse e shqiptarëve arrin në 41% të mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian, sipas të dhënave të Eurostatit dhe studimit GFK Purchasing Power Europe 2024. Ndërsa rajoni jugor, ku bën pjesë edhe Fieri, ka vetëm 28% të fuqisë blerëse në krahasim me mesataren europiane. Inflacioni në vend është rritur me 1.9% në indeksimin e çmimeve të konsumit gjatë vitit 2024, sipas raportit të fundit të Instatit, duke rënduar edhe më shumë buxhetin e familjeve shqiptare.